si ti ke prekur skenat më të mëdha, apo jo? Referohem këtu sfilatës që është zhvilluar në Milano. Po. Në Milano është qendra e modës e në gjithë botën dhe ti ke qenë aty në një koleksion shumë fantastik. Po. Si u gjende aty dhe si ishte për ty kjo përvojë, sepse ti ke qenë një moshë relativisht shumë të re, apo jo? Po. Atëherë kjo mundësi na u dha përmes shkollës profesionale që kam kryer, Albanian Design Academy, dhe në bashkëpunim me Gentiana Dervishit, cilën e ka organizuar këtë sfilat në Milano, fillimisht isha pak skeptike, them drejtën, thash, a përkasun këtu apo jo, a do pëlqehen punimet, krijimet e mia. Më pas thash, okay, thash le ta provoj një herë se si dihet, për me testu limitet. Dhe me thënë drejtën nuk jam zhgënjur. Ishte shumë interesante, kishte plot emocion për brenda, dhe shumë njerëz, sidomos momentin ku njerëzit çohen dhe do artrokasin ose dhe vinë të flasin për punimet, dhe kam marrë faktikisht shumë komplimenta për krijimtarin. Ai koleksioni ka qenë komplet artistik, nuk është se ishte ready to wear për përditshmërinë.